Mirëmbrëma. Sot kam përgatitur një fjalim të dobët për standardin tim, po duke u krahasuar dhe me shokët, domethënë që kishin bërë një punë shumë të mirë në fjalimet e tyre. Megjithatë, e mora guximin të flas, sepse i thash dhe dje mbrëm djalit tim që do dali babi në televizor, po gjasat janë që në televizor s'ka për dalë as Arlind Qori, jo më babi i Dantes. Okej. Nëpër media trumpetohen në çdo emision bëmat e krimit organizuar. Ato banda që na paraqiten nga propaganda e Edi Ramës janë faktor i dëmshëm në shumë sfera të shoqërisë tonë. Megjithatë, bandat kriminale janë vetëm produkte derivat i superstrukturës të drejtuar nga Edi Rama, i cili përdor për të kryer aktivitetet e jashtëligjshme, u jep dorë të lirë për të ngritur kapital dhe i përdor për të ushtruar trysni qytetarëve gjatë fushatave elektorale. Organizata më e madhe e krimit organizuar në Shqipëri quhet Rilindja dhe drejtohet nga Edi Rama, me qindra të akuzuar e të pandehur, me mbi 70 ministra, kryetar bashkish, drejtore e funksionar të lartë, duke vuajtur dënim në burg dhe theksoi Erion Veliajn, i cili de jure drejton bashkinë më të madhe në vend nga qelia. Lëvizja Bashk nuk ka për të bashkëpunuar me asnjë forcë politike pjesë e politikës së kalbur 35 vjeçare, dhe me asnjë parti të re politike që sunon vetëm pushtetin e të zër vendin këtyre që janë sot dhe të vazhdojë avazin e vjetër të gaçkitjes. Lëvizja Bashk ka marrë e gatshme të bashkëpunojë me cilëndo forcë politike që është e papërlyer. Në mungesë të një partie të tillë, e vetmja forcë e papërlyer mbetet populli. Të gjithë jemi të gjymtuar në një farë mënyre, sa fizikisht por shumica shpirtërisht, të gjithë shpirtërisht. Prandaj u bëj thirrje që pa çka rrethanave apokaliptike ku po jetojmë, e vetmja gjë që kemi në kontroll është të kemi besim në vetvete dhe të njëri tjetri. Nëse qëndrojmë bashkë e të palëkundur, çdo gjë është e mundur. E jo më të jetim 139 palaço aty brenda dhe bile brenda rregulloreve të lojës së parimeve demokratike të Republikës së Shqipërisë. Faleminderit.